Agron, je politikani më hipokrit në gjithë këtë sallë këtu. E para njerë, dua që t'i përgjigjesh shqiptarëve se kush është lidhja jote, e bashkëshortes tënde, apo e vllajt tënd me kompanit Intercom Data Service dhe Northwind SHPK. Dua që t'u tregosh shqiptarëve se si ke zgjedhur dhe me kompanitë tuaja ke zgjedhur që mos të deklarosh mënyrën se si transferon fitimet e tua jashtë këtij vendi dhe je gati të paguash gjobën dhe mos t'japësh informacionin që të kërkohet nga administrata tatimore. Dua që të vish këtu Agron dhe t'ju thuash gjithë shqiptarëve se kush është lidhja jote, e bashkëshortes tënde dhe e vllajt tënd me 17 kompani të hapura jashtë Shqipërisë. Kush është arsyeja që ju refuzoni të jepni informacion për mënyrën se si transferoni fitimet jashtë këtij vendi, për mënyrën se si i pini gjakun të rinjve dhe të rejave, dhe ke zgjedhur mos paguash as edhe një taks në këtë vend. As edhe një taks Agron në këtë vend.